Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falenderojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dërgojmë. Po, secilin musliman të devotshëm që u ambientua mirë me këtë Ramazan, filloi ta kaplon mërzia me afrimin e përfundimit të këtij muaji të bekuar. E kuptoj mërzin tënde i nderuar i vëlla. E kuptoj mërzin tënde e nderuara motër, ashtu sikurse e ndi edhe unë këtë mërzi. Mërzitet besimtari që u adaptua në muajin e mëshirës, në muajin e adhurimeve, në muajin e pendimit, në muajin e lirimit nga zjarmi i xhehenemit, në muajin e aktiviteteve të lloj-llojshme. Ky muaj i dha një rrjedhë tjetër jetës time dhe tonë dhe tonë. Dhe normalisht kur ti adaptohesh me një formë të caktuar, ku para përcaktues i programit tanë ditor është adhurimi, është agjërimi me syfyr dhe iftar, është namazi i drekës dhe qenis me ligjëratat e veta, është taravia. Kështu tanë ditën besimtari e organizon ditën e tij. Kjo atmosferë normalisht jep një harmoni shpirtërore, jep një lumturi shpirtërore, jep një mirëqenie, jep një komoditet, takohesh me besimtar në xhamia, gëzohesh me takimin me ta, takohesh me familjen iftare, takohesh me shok në adhurim, sofrat e iftarit, gjithka të pranishme. Shef programe fetare, në internet postime fetare. I e vazhdimisht në një atmosferë shumë të këndshme, shumë të bukur, që ndoshta mos me ditë, mos me pas fuqi të shpresë, nuk din edhe me shpreh, edhe nuk din me përshkru. Ama ato janë ndjenja që secili prej neve i ka. Dhe normalisht kur e kupton se edhe një ditë dy ndron kjo orar, ndrojnë këto momente, këto çaste, nuk i përjeton më ato. Edhe me dash, me agjeru vullnetarisht, nuk i shef tjerë që agjerojnë. Edhe se agjeron nuk qohesh syfir me familjen krejt, edhe fëmijët e vogël qohen syfir. Edhe nëse agjeron nuk ulesh në iftar me këtë familjen si kurse ulet në Ramazan. Edhe nëse fal namaznate jashtë Ramazanit, nuk e fal me xhamat kolektivisht. Edhe nëse e fal vitrin, nuk ka kush ta bën duan ku i lutet Allahut në format më të mira. Ndoshta lexon Kur'an edhe pas Ramazanit, po nuk e ka atë ndjenjë që sikur të Ramazan. Andaj padyshim se këto elemente shkaktojnë mërzi në zemrën e besimtarit të devotshëm. Dhe nuk dëshiron të përfundon ky film. Nuk dëshiron të përfundon kjo ëndër e mirë, e cila është realitet i këndshëm, i mirë, i bereqetshëm, i gjallë, realitet me të mirat e veta. O Allah, na i prano dhurimet tona. O Allah, na mundso përsëri të arrijmë Ramazanin tjetër, dhe të gëzohemi dhe të kënaqemi me të, sikur se tash, po edhe më shumë. O Allah, na i shtot mirat tuaja. O Allah, shloj bereqetin tanë mbi ne. O Allah, shloj mëshirën tanë mbi ne. O Allah, na gëzo me të mirat tuaja vazhdimisht në dunjë dhe në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.